sezona është e dimnit. Ato të thotë që ka rënë edhe intensiteti i punëve këtu në fabrikë. Po, gjithsesi, për arsye se këtu janë produkte të cilat rriten në natyrë, edhe dinë se sezoni i dimit është sezon i vdeknë, në atë kuptimin nuk pranojnë produkte, por shkak se ka përfundu. Mirë po, tash jemi të umor kryesisht me sistemimin e produkteve që i kemi brenda, që i kemi pranu më herët, dhe i përgatitim që të jenë të gatshme për treg në momentin të cilat kërkuhet nga tregu. Dhe kjo makineri ka kushtu? Gjitha këto makineri ka një kosto shumë të lartë, kosto e cila konë jo e kapshme, jo e përballueshme nga agroprodukti, mirë po fol organizata të huaja ndërkombëtare, fol shoqata të ndryshme, ato kanë dhënë si donacion, na kanë ndihmu gjithmonë të jemi të qartë se pjesëmarrja jonë gjithmonë është evidente. Agroprodukti është generator, grumbullues, përpunues, prodhues i bimëve, frutave pyjore, bimëve mjekuse, çajnave të ndryshme. A mund të shpjegoni edhe rrjetin e bashkëpunimit në Kosovë? Keni kooperues gjithandaj, keni edhe punët grumbulluese? Po, na jemi të shtrim në tërë territorin e Kosovës, duke filluar nga agroprodukti, si edhe pse jemi kompani, edhe ne jemi si një pikë grumbulluese. Për arsye se edhe na bëjmë grumbullim direkt nga fermerët, nga mbledhësit spontan, po edhe jemi të shtrirë në përkrejt Kosovën me pikat ndryshme. Pikat edhe ato kanë një formë të organizimit, po në miniatur, po sikur agroprodukti. Edhe ata bëjnë grumbullimin pej mbledhësve tyre, që kanë marrëveshje me mbledhës ndryshëm, cilat i pranojnë produktet edhe më mbrapa i vinë te ne. I kemi ofër 40 pika grumbulluese në përkrejt territorin e Kosovës, edhe llogarit në total janë ofër 3.500 mbledhës, të cilët përfitojnë. Edhe punëtor, sa është numri i punëtorëve? Këtu është numri i punëtorëve 45 punëtor, variant deri në 50-55 më varet prej aktivitetit edhe punëve të cilat shtohen gjatë vitit. Dhe këtu, a ka hapësit mjaftueshme këtu? Si përket na, tash me fitimin e grondit nga Ministria e Bujqësisë, do ta zgjerojmë aktivitetin, në atë kuptimin do të dalim në një objekt të ri, për shkak se kushtet nuk janë edhe as të mira këtu, në atë kuptimin është hapësirë ngushtë, edhe puna nuk është as komode. Kështu që me ndërtimin e objektit të ri, na do të kemi kushte shumë më të mira, do të instalojmë linja të reja të përpunimit e të prodhimit, dhe kështu që besoj se do të jemi edhe shumë më të sigurt edhe më mirë me produktet tona do dalim në treg. Që sa kohë punon e këtu te agroprodukti? Punojnë në vete gjys. A e flasim me punën? Po. Sa filloni me punë? Tjetër. Dhe në 4:30. Pe tjetër dhe në 4:30 e kemi orë. Me të ardhura, a jeni të kënaqur? Mirë, nuk u kesh. Paguhen me kohë. Po, në rregull jemi atë. A i gëzoni edhe benefitet tjera nga punëdhënësi këtu? Kemi sigurimin? Krejt tonë e këtu. Me troste me krejt i kemi. Çfarë pune po, vetëm këtu në pasilë, apo ka edhe ndonjë punë tjetër? Nuk është të caktuar. Varet se ku lypet, pastrim gjithkur. Puna nuk është e vështirë. Ja. Po ju a jeni të kënaqur me punë? Jemi i kënaqur me punë. Që sa kohë punoni? Se 3 vjet e gjysmë jam. Nuk është puna e vështirë. Paga me kohë. Me kohë, paga dhe dytë me të parë, që të vëna në shefi, me nashtit në banke. Edhe shujtën e keni? Po, krejt.